E rëndurëzuar nga taraca e biznesit të familjes ndëroi jetë në trauma 21 vjeçari. Ka ndëruar jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë. 21 vjeçari Klajvert Çuni, cili pas ditën e 23 marsit ka rënë aksidentalisht nga taraca e biznesit në pronësi të familjarëve të tij në fshatin Torovic të Lezhës. Pavarësisht për kujdesjes së bluzave të bardha, i riu, i cili ishte futbollist i Akademisë së Shënkollit, nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra në kokë dhe pjesë të tjera të trupit.